pyetja vazhdimisht. Pasi që shekulli 21 thirrët në modernizëm dhe sistem bashkëkohor i të arriturave ekonomike, teknologjike të kapitalizmit global, a mund të jetë fundi i modernizimit për shkak të rrëmujës së kulturave, morale dhe padrejtësive ekonomike politike në botë? Dhe sa është bota njerëzore afër Islamit në këtë shekull? Pak sa pyetje e gat, me siguri se na do ta shkurtojmë sa në mërmenja neve se duhet të shkurtohet. Unë nuk do të flas këtu për globalizimin modern, sepse edhe nuk është në rend të mbledhjes së sotit. E keni në revista dhe në televizore, në lajmet e përditshme, në trijezat politike të përditshme, në gjuhë të ndryshme të sateliteve, të kanaleve satelitore të ndryshme, aqë mundi me mësu çka po ndodh. Por sa i përket anës ekonomike, zhvillimit teknologjik dhe anës ekonomike, unë nuk jam pajtu hala se ana ekonomike ka gjetë një kulm. Nuk jam pajtu hala, sepse ndoshta 5% të mirave të Allahut në tokë janë të shfryzuara, 95% është e pashfryzuar, keq çka ka falë Allahu xhalla xhelalu. A bën me të pyet një sen. Ajo kodra që e ke ti më afër shtëpisë tënde, çka ka brenda? Pra se di çka ka brenda. Hala njerëzit s'kan ditë me shfrytzu ara atyre veç bereqeteve ato shka i mellin, shka mundet me bëj që të sen hala. Hala këtë se dit. Veç atyre që i mellin 100 vjet në ta që 200 vjet, shka mundet ajo me bëj hala qëtër, edhe këtë se din hala. Tash janë 6 miliard njerëz në botë, të dashur të mi, të jeni të bindur, se kjo botë, këtë punë që e ban tash në bitok, 105 miliard njerëz, mujnë me jetu në te, ma i varfër i atyre, sa ma i pasur i sotit. 105 miliard njerëz, ma i varfër i atyre, sa ma i pasur i sotit. Vetëm me punën që ka bëhat sot, edhe sot që ka ka në arka dhe në tokë. Nëse më pytni, si? Ajo pasuri është në durë të njerëzve, por s'pondahat mirë. Ajo pasuri është në durë të njerëzve, por ajo s'pondahat mirë. Problemi nuk është a ka s'ka, problemi është si pondahat ajo. Ja unë për ju thamë pra, në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëni, a që ku jetojmë na po flasë, na ku jetojmë, ata që e folim na këtë gjumë. Sa pare ndahan për ndërtimin e një xhamie në një qendër të një qytetit, më me namë të na, në qendër të qytetit. Sa ndahat? As mendim nuk dahat, jo pare. Sa ndahat për një sallë të këngëtarëve? Sa ndahat? Pastaj, si lihet edhe si begatohet xhamia masi të bëhet? Si bëhet një sallë e këngëtarëve masi të bëhet? Sa investohet në te? E pastaj, sa ka rrogën imami? Pastaj, sa i jepet një këngëtarit? A për shef, pasuri paska? Po ka përshkone, si po ndahat, si po ndahat. Një këngëtare prej Kosove, të na këndoj në këtë darsmat e kësaj vere, për 7.000 frangë një mramje. Ajo këndoj të na për një darsëm 7.000 frangë për një mramje. Një hoxh të populli i jonë shërben për 1 cent të një dit, një familjes. 1 cent i difenik, logaritmë të shtëpia. Të na është antarësia nuk ma nov 20 euro për familje. 20 euro për familje. Logaritme, sa i shërben një hoxh 600 shpik atunit në dit. Për një fenik. Kështu shërben një hoxh. Sa i shërben pra një punëtor ati që e sel me shalicën. Të maltere ati. A i punën gjithë ditën për 10 euro. Gjithë ditën, 30 ditë 300 euro. 4 orë një këngëtare 7.000 frankë. Pra, diçka s'po shkon, diçka s'ash në rregull me jazët, me vijat, ka duhet të shkon pasuria, edhe çka duhet të banë ajo. Ajo pasuri, çka duhet të bëjmë na me atë? Çka duhet të bëjmë? Kjo s'po shkon në rregull. A bën me pa një artist i cili ka incizuar një film, sa parë ju kanë dhënë atij për incizimin e një filmi? Sa parë i jepën atij? Sa parë shitet një njerëz që luan futboll mirë sot? Më në fund ai çka luan? Çka luan ai më në fund? Ai luan më në fund futboll. Ato 22 vjet po luajnë atë futboll, njëri $100 milion, $100 milion euro. Pastaj ai gret dijave than kamën, ka thënë kamën, gret dijave. Po xhajet kurse ka thënë kamën, ai dajman minore, zhrip hip. Ai s'po thën. Por as ban Niagara, as ban ujvara Niagaras atje ku s'duhet. Janë lishuar atë mëdha atje ku s'duhet. Me të vërtetë s'ka nevojë. Kjo do të kthej. Do të thënë po të zgjat pak. Çka është kjo punë kështu? Çka është kjo punë kështu? Çka është kjo punë njëri të diskuton atje nëse keni lexuar në gazetë në kohët e fundit, një grua
kryetarit Robert Mugabe a gjë në Zimbabwe. $38,000 në dite blen kostima dhe kundra. $38,000 në ditë ajo blen kostime edhe kundra për mu vesh në dite. Gruaja e kryetarit Robert Mugabe. $38,000 në ditë. 10 ditë $380,000, $1 milion në muaj dikun, ajo veshet. Gratë e popullit ati në Zimbabwe, gratë e popullit ati, jo kumpira. Raj të kumpirave s'kan me hangër. Pra janë parët në Zimbabwe, janë parët, ama ku janë? Në qëntën janë zgrue. Ajo gruaja me nam, ajo gruaja. Ajo gruaja e cila e hek një tesh prej trupit sot, edhe ate prej trupit të vetë, e hek një tesh të vogël, fort të vogël, e shet $200,000. Për ndërë të zotit, me i hekun e që do këpullës të mija që i kam që 4 vjetë. Se i kam që... Sa mi blenë dikush atë këta? Mi qitë në pazar, mi qitë. Sa pare i bëjnë këpullës të mija atë? Që këtë kravatë kam lidhë pramë, taza. Ato sa kishin më blenë njerëzit me qitë me qitë. Që dikuj për ja blenë një stesh të trupit shumë të vogël, $200,000, $1 milion për ja blenë dikuj. Edhe le që për ja blenë dikuj, po ati dikuj që ka vdek, a bo dhe, a bo tuk, nuk ashtë qeshtja a ka pasuria s'ka, ashtë qeshtja shka po bëhat me ten. Ekonomia është në fillim të zhvillimit, ajo nuk ka mbaru, është në fillim të zhvillimit.